Big Brother ndizet, rinja fiket. Ne ekran shturje gjashtë realiteti zhduket. Shtëpia bëhet tempulli fjalëve pa vlerë, ku kush bërtet më fort ngrihet më lart, ironike po e vërtet. Breziri e ri para TV, si hipnotizuar, djek dramën e radës. Sherin e shtirur, moralin e përmbysur, influencat helmojnë, futen në mendje pa trokit. Dhe normalizohet çfar dje do t'quhej turpi madhi pa shpjegeshëm i shkrit. Show bëhet udhëheqës si asaj që quaj modernitet. Për modern se shturja s'humbje identitetit. Çdo nat rritet fama atyre që japin shembuj të gabuar, ndërsa ata që punojnë, krijojnë, mësojnë, mbeten në hije, bezdisin ekranin e ndotur. Shoqëria nga dadal tretet si drita kur bie nat. Dhe rinia imiton ata që vetëm zhurmë din të bëjnë. Kur kultura bie dhe armja bashk me të, dhe audienca duart roket pa e ditur që duart roket humbjen e vet. Big Brothers është thjesht loj, është fabrik, koncept është të gabuara, që i shet shqipëris një realitet të pispilosur, por të zbrazur brenda. Në vend të edukimit, provokime, në vend të vlerës, instinkt. Dhe rinia e sheh këtë si rrugën normale që duhet ndjekur drejt fame. Por jo, kjo s'është fame, kjo është rënie nga dal, një degradim që vishet me drita që mos shihet. Dhe ky tekst është thirrje për ata që ende mendojnë, mos u boni statistika të shturjes që ju servirin për ditë. Big Brother ndizet, rinja fiket. Ne ekran shturje gjashtë realiteti zhduket. Shtëpia bëhet tempulli fjalëve pa vlerë, ku kush bërtet më fort ngrihet më lart, ironike po e vërtet. Breziri e ri para TV, si hipnotizuar, djek dramën e radës. Sherin e shtirur, moralin e përmbysur, influencat helmojnë, futen në mendje pa trokit. Dhe normalizohet çfar dje do t'quhej turpi madhi pa shpjegeshëm i shkrit. Show bëhet udhëheqës si asaj që quaj modernitet. Për modern se shturja s'humbje identitetit. Çdo nat rritet fama atyre që japin shembuj të gabuar, ndërsa ata që punojnë, krijojnë, mësojnë, mbeten në hije, bezdisin ekranin e ndotur. Shoqëria nga dadal tretet si drita kur bie nat. Dhe rinia imiton ata që vetëm zhurmë din të bëjnë. Kur kultura bie dhe armja bashk me të, dhe audienca duart roket pa e ditur që duart roket humbjen e vet. Big Brothers është thjesht loj, është fabrik, koncept është të gabuara, që i shet shqipëris një realitet të pispilosur, por të zbrazur brenda. Në vend të edukimit, provokime, në vend të vlerës, instinkt. Dhe rinia e sheh këtë si rrugën normale që duhet ndjekur drejt fame. Por jo, kjo s'është fame, kjo është rënie nga dal, një degradim që vishet me drita që mos shihet. Dhe ky tekst është thirrje për ata që ende mendojnë, mos u boni statistika të shturjes që ju servirin për ditë.